Çdo ushtar e ka ndjenjen vetëm të lirimit të popullit, lirimit të dheut. E ka ndjenjen e një jetë më të mirë të tjerëve, jo atij që ka dalë në angazhim për një qëllim, por në jetën e të tjerëve. Kështu që ka qenë kënaqësi, ka qenë edhe është privilegj, është ndjenje mirë, çdo herë më tepër po e shoh që pas ka qenë pak e pas kam ndi gjatë luftës, sa pas ka qenë edhe më tepër ndjenje mirë të jesh ushtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, por duhet ta ruajmë. Duhet ta ruajmë. Unë konsideroj që pas luftës pak e kemi ruajtur Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pikëspari ne njerëzit e luftës e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është dashur ta ruajmë këtë ushtri. Ta trajtojmë pak më ndryshe. Të mos i fusim duart në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, sepse ajo është e popullit, jo individet të manipulojnë me to. Këtu ka qenë ndjenja më e keqe e imja, kur kanë filluar të fusin duart në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Historia nuk ndryshohet. Nuk hyjnë njerëz çfarë do të bëjnë në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, apo çfarë do lëvizje. Më falni që po e them edhe këtë, po unë jam edhe njëri prej atyre kur në vitin 1981 kam qenë student dhe kam qenë pjesëmarrës i demonstratave të vitit 1981. Nuk ndryshon çështja e organizimit edhe mbarvajtjes së atyre demonstratave. Nuk ndryshon çështja e UÇK-s. Dihen njerëzit e UÇK-s. Dihet sa përqind kanë qenë të inkuadruar në UÇK-n. Më vonë fatkeqësisht janë bërë shumë dëm e UÇK-s janë bërë. Nga vetë njerëzit e UÇK-s. Ne mund të themi tjerë, por nëse dikush e ka dëmtuar Ushtrinë Shqiptare të Kosovës në Verbacë, le të kërkoj pasardhë prej Recep Kastratit. Ne kemi shumë borxhe ndaj gjithë atyre që kanë dhënë jetën. Më shumë ti kemi borxhe ndaj Baçës Shaban. Shaban Jasharit, 2 djemve Ademit e Hamzës, edhe tërë familjes së tij. Gjithë duhet shkojmë pas tyre. Edhe 1000 vjet, 2000 vjet, një dhonë Zoti ymer, ne pas tyre duhet shkojmë.